Egzorcizmi ekziston dhe ja faktet. Tani po ju tregoj disa gjëra të rëndësishme që duhet të dini për sa i përket egzorcizmit. Dhe do t'ju bëj që të ndryshoni mendimin për sa i përket këtyre fenomeneve që gjasme klasifikohen si paranormale. Më ndiqni me vëmendje. Bile kush nuk e ka bërë ende, do t'i lutesha që t'i bëj like faqes që të shihemi sërish, nëse është e mundur. Nuk ju kushton asgjë, por për ne është një diferencë e madhe, sepse keni vënë re që sa më shumë jemi, aq më shumë diskutojmë dhe aq më pranë së vërtetës jemi. Sepse diskutimet e përbashkëta na çojnë në një rrugë më të afërt së vërtetës. Në vitin 1996 kam asistuar gjatë një egzorcizmi. Ishte here parë. Ishte here parë dhe unë mendoja se ishin të gjitha pralla. Dhe ju them të vërtetën, here parë që ishte, mendova kjo vajzë tash, padyshim tash unë ka ndonjë problem edhe kush e di se si. Ai prift që ishte aty jemi bërë miq ndër vite, e dim të gjithë këtë sepse ishte Don Leonardo, është akoma Don Leonardo që nuk është në Itali tani, por është jashtë Italisë, është në Peru. Dhe me Don Leonardon kemi folur gjatë për këtë, por unë pash egzorcizmin tjetër, sepse ndodhen disa gjëra të çuditshme në shtëpi në Rom, dhe doja që të dija të vërtetën se çfarë ishin. Dhe shkoj tek një prift. Bile fillimisht tek ai i zonës, pastaj shkova tek një prift me anë të një shoku dhe derisa shkova tek një kardinal. Mirë po, që të gjithë më thoshin të njëjtën gjë. Normal që dikush nga ju do mendoj tani që po mirë, priftërinjtë atë pun kanë, do thonë, por edhe o xhallarët thonë të njëjtën gjë. Pra, diçka mund të ketë, mendova unë, dhe doja të kuptoja se çfarë kishte. Një ditë shkoj në një kishje, nuk dua ta bëj publike, sepse ndodhi një fakt i çuditshëm që doli edhe nëpër gazeta atë vit. Ishte viti 2007 ka qenë. E mbaj mend pse ishte 2007, sepse ishte ai vit kur mora pjesë edhe në një film në Zvicër. Një film Zvicër-italian ishte ky. Dhe ka qenë edhe një aktore shqiptare që ka marrë pjesë aty. Dhe mbaj mend që ndodhi pikërisht pasi u ktheva që kisha bërë regjistrimet. Kishin ndodhur disa gjëra, siç ju thash, dhe unë nuk fola me askënd, dhe shkova te ky prifti që bënte këto egzorcizmet. Dhe aty pash një grua. Një grua që sillej në mënyrë shumë të çuditshme. Por fillimisht ajo ishte krejt normale. Ishte normale. Unë prisja, ishte një hall, si mund të thotë, ose korridor aty, dhe isha me një shoqen time. Ajo ishte ulur pranë me, ajo i besonte, nuk diskutoi dhe fliste, thoshte për të gjithë këta, sa herë që kishte parë, më tregonte për të gjithë ato herë që kishte parë. Mirë, po unë, siç e kemi ne shqiptarët, po nuk e pash me sy, është e kot që të më thuash ti. Dhe fillova që ta fiksoja këtë, që të shikoja se çfarë bënte dhe çfarë thoshte. Gjatë atij momenti që ajo ishte aty, nuk çdo gjë ishte normale, ishte me të jemën, ishte vllai i saj dhe ishte edhe një tjetër që nuk e di kush ishte, sepse ajo i thoshte e jema që dëgjoj vllain tënd se çfarë thot. Kjo ishte një grua rreth 35, maksimumi 38 vjeçe duhet të ketë qenë. Thash, sillej krejt normale, ishte e zgjuar dhe komunikonte shumë mirë. Sa po u futën brenda, pra në momentin që u futën brenda te ky prifti, dera mbeti pak hapur, sepse hyn këta, siç ishte aty, hynte njëri ikte, dilte tjetri dhe kështu me radhë. Dhe mbeti pak hapur dera. Dhe unë ç'bëra, u afrova derës, ishte pak klar, po u afrova derës. Dhe të shikoja se çfarë po ndodhte. Zakonisht nuk bëhet, në fakt kjo shoqja ime ishte aty, mos më thoshte, hajde këtu, çaj këto budallë që i bën. Unë vajta dhe po shikoja. Nga momenti që ky filloi që ti fliste, nuk i foli fare asaj. Jo asaj, por fliste përpara asaj me kryqin aty duke bërë disa fjalë etj. Kjo ja filloi duke përshtytur, duke u qerr, duke u bërë në një mënyrë, çfarë t'ju them, tamam si nëpër filma, është e vërtetë, unë kam qenë prezent. Tani, nëse ishte një film i saj ose ajo bënte si aktore, unë këtë nuk e di. Unë di, po ju tregoj atë çka kam parë. Tani, nuk ishte ky problemi, sepse përveç se ajo ndryshonte dhe ngjyrë dhe formë të zërit, të ngjyrës së fytyrës dhe ngërdheshej,
por forcën që ajo kishte në ato momente nuk e përballonin dot as ata. Ishin dy meshkuj aty pranë, sepse ishte një prift tjetër, përveç vllajt. Dhe edhe nëna me këtë tjetrin, me zotrin tjetër, që e mbanin kush nga këmbët, kush nga krahët, dhe nuk arrinin që ta mbanin dot. Ajo me shkelma, çfarë t'ju them. Dhe unë aty mësova që nuk ishte hera e parë, po ishte hera e tretë që ajo shkonte aty. Dhe ky prifti vazhdonte akoma që të bënte egzorcizmin. Në një moment të caktuar, ajo qëndroi. Me fjalë, qëndroi sikur dhe e shikonte drejt në sy, por pak shtrëmër, dhe nuk e shikoja mirë, sepse siç ju thash unë nga një vend i vogël, po e shikoja sepse ajo ishte ulur në atë poltronën, ishte ato poltronat e kishës, janë të mëdha, si pavarësisht si të shtëpisë. Dhe ajo siç ishte kështu po e shikonte, filloi pastaj që të fliste një gjuhë të panjohur. Dhe unë pyeta, sepse kur dolëm më vonë, pastaj që u bëm miq me këtë priftin e tjerë që shkova disa herë, i thash, më thuaj të lutem, i thash unë çfarë gjuhë e fliste ajo? Ajo tha fliste gjuhën aramaiko. Po si e fliste, i thash unë, si ka mundësi që të flasë, mos e dinte, mos e kishte mësuar? Jo, tha, sepse ajo tha, nuk ka bërë as shkollim, tha, po as nuk ka bërë këti gjuhë, tha. Po nuk është here e parë, sepse ti gjen, tha, edhe në ti çfarë jem, tha mua, se do në dinte që ti tha duhet t'jesh i besimit islam, tha. I thash unë nuk ta them, megjithatë ai tha, shiko, e ke edhe në islam, tha. Me fjalë edhe besimet islamike, tha, ashtu bëjnë, tha, teksa bëjnë, tha, ritet e tyre, i dëgjojnë, tha, që flasin gjuhë të tjera. Pra këto gra apo burra apo kushdo qoftë që janë nën efektin e këtyre demonëve, sepse do t'ja u them tani se çfarë mendojnë këta që bëjnë egzorcizmin, atëre tha të bën të kuptosh që ka diçka të mbi natyrshme që futet në trurin e tyre dhe që i dominon dhe ka atë mënyrë të komunikimi. Tani unë do e lidh këtë me të gjitha ato besimet fetare që flasin për demonët. Çfarë janë demonët? Çfarë janë këto energji që mendohet që u shfaqen njerëzve ose që futen në për trut e njerëzve ose në për shtëpia apo në vende okulte apo qoftë edhe në disa vende jo okulte? Çfarë janë? Pse flitet për demon? Janë thjesht fantazira apo janë gjëra të vërteta? Ju si mendoni? Ju pyes juve. Ju çfarë mendimi keni? Demonët, ato që fliten në për tekstet antike, apo që mendohet që ka demoni që pushtojnë njeriun, mendjen njerëzore, mund të ekzistojnë? Unë do t'ju them diçka që ndoshta ka përgjigjen e duhur. Kemi folur për Malangën, për mikun ton, profesor Malanga. Ai gjatë hipnozës ergesive, siç e kam thënë, dua ta përsëris edhe një herë që ta lidh me egzorcizmin. Dikush nga ju e ka parë dhe do t'ju lutesh ta dëgjoni edhe një herë. Ai në këto hipnozat regresive që ka bërë, ai futej në trurin e njeriut derisa kthehej mbrapa në kohë, duke e pyetur njeriun, ai, pra njeriu, kthehej mbrapa në kohë duke treguar jetën e tij, derisa unë në moshën 18, unë në moshën 15, pastaj në moshën 10, pastaj kur isha 5 vjeç bëra këtë, tani jam 3 vjeç dhe bëj këtë, tani jam në barkun e nënës time, etj, derisa kthehet mbrapa në kohë. Po, me hipnozë regresive është e lejueshme, është e vetmja mënyrë që ne mund të komunikojmë me trurin e njeriut, me subconscious ose me nëndërgjegjen. Dhe Malanga thot që këta njerëz, thot, të gjithë këta që kam intervistuar ose që u ka bërë hipnozë regresive, çuditërisht thot kanë një energji, thot që ajo energji sillet ose përgjigjet në mënyrë plurale, jo në mënyrë personale, pra nuk thot jam unë, po thot jemi ne. Sikur t'jetë një energji që dikush mendon që është një energji komplekse dhe është e njëjtë për të gjithë, dhe që u ka bërë vizitë që të gjithë njerëzve. Por disa pretendojnë, për shembull disa, sepse Malanga nuk thot gjë tjetër, ai thot këtë zbulova dhe kaq. Me fjalë i përgjigjet energjia ose njeriu, sikur t'jetë një energji brenda ose një trup energjik brenda një njeriu. Dhe thot, unë ushqem me këtë trupin këtu, ushqem me këtë njeri, sepse unë kam nevojë për këtë njeri. Pra ushqem me energjinë e tij dhe kam nevojë për këtë njeri. Këto janë përgjigjet e 3000 njerëzve që ai ka bërë hipnozën regresive. Pra përgjigjet e trurit të tyre të nëndërgjegjes. Dhe tjetra është që unë duhet të shkoj më tej tani në ato teori ku thuhet që demonët pushtojnë njeriun.
Pra mundet që të gjitha këto eksperienca që ju thash më përpara, të jenë frut vërtet i një dimensioni tjetër energjik që ne nuk e kuptojmë. Pra unë mendoj që të gjitha këto janë prova që dëshmojnë që demonët ekzistojnë dhe egzorcizmi që nkërka i vërtet. Tani s'diskutet unë pres komentet tuaja, sepse duke diskutuar së bashku diçka do dalë, bile mund të ketë dhe mes nesh disa që kanë këto halucinacione të ndryshme, pra që janë nën efektet e një qenjeje, ose një demoni, ose një qenje që i flet në tru, apo që, si që kemi bërë në emisionin Enigma, nuk e di e keni para apo jo, një vajzë që i flisni në tru, por në këtë rast ishte një ëngjëll, si që tregonte ajo, sepse i tregoi gjëra të rëndësishme që kanë ndodhur deri tani dhe do të ndodhin deri në vitin 2030, e keni para ta. Kështu që unë do të dëshiroja një komentin tuaj, pres komentet tuaj dhe gëzuar fes në një majtë sot, të gjithëve ju përqafoj dhe faleminderit që jemi për bashkë.